أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavatet selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Nderuar vëllezër, vazhdojmë me disa nga mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nga jeta e tij, që jeta e tij është mësim për neve, ku Allah i lartësuar ka përmend në Kur'an, ka thënë: ju vërtet në të dërguarin e Zotit keni mësim, keni shëmbëltyr. Prandaj një prej mësimeve që sot është në radhitje, është edukata Resulullah sallallahu alaihi wasallam me çështjen e gjumit. Pra i dërguari Allahut azza wa jall na ka dhënë mësim edhe se mas yatsis deri në sabah çfarë sjellje, çfarë veprime ka pas ai. Gjëja e parë që përmendet në këtë renditje është se Rasulullahi nuk ka preferu masjatësis me ne qut. Pra, thot Aisha radiallahu anha, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka urrejt nejen masjatësis. Ka disa transmetime se ai vet ka nejt. Prandaj dietarët kanë analizu këtë çështje. Edhe Imam Buhariu ka ardhur në një përfundim në Sahihun e tij se pa arsye nuk lejohet nejtja masjatësis, po duhet me ra me fjet. Ndërsa me arsye lejohet. Prej arsyeve është edhe kërkimi i dijes. Prandaj edhe kemi ulemat të cilët me vite të tëra kanë qëndruar zgjut masjatësis deri në sabah. Zakonisht janë fokusu ulemat kur kanë nejt qut masjatësis deri në sabah, ose në kërkim të dijes, ose në falje të namazit. Imam Ebu Hanifa rahmetullahi alej përmendet se 40 vite me radhë, 40 vjet e ka fal sabahin me avdes tjatsis. Këtu ulemat kanë thonë nuk kanë për qëllim që 40 vjet e kurse ka prish abdesin natën, sepse njeriu ka nevojat e veta, por është për qëllim që ai ka nejt qut 40 vjet, ka lexu ose ka fal namaz. Te çështja e xhumit, kohët e preferuara dhe kohët e papëlqyera të xhumit gjatë 24 orëshit, përmendim kështu. Ka qenë sunet i pejgamberit alayhi salatu wassalam fjetja pak, ose para drekës, ose mas drekës. I quhet në gjuhën e shariatit qailule. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, flani pak në qailulën që kohën e pak para drekës ose mas drekës. Fe inna shayatin la taqilu, për arsye se shejtant nuk flajnë në atë kohë, nuk e kanë kohën e xhumit. Pra besimtari edhe mundohet mos më u përngja shejtanëve, edhe mos më u përngja qafirave, jo besimtarve. Prandaj çdo vepër të cilët e kanë bërë jo besimtarët, edhe nuk ka pas argument në fe, pejgamberi ka kundërshtuar atë veprim. I ka ik. Sa para drekës, nëse është në ora për shembull tash 1 dreka, ti kanë 12, 15 me fjet pak. Sa me fjet? Ulemat kanë thonë prej 15 minuta deri gjysore. Jo ma shumë. Jo do më thonë kajlule edhe 3 saat 4. Nuk ka këtë qëllimi. Pse? Ka argumente që kjo edhe shkencërisht e vërtetu me këtë gjumi pak i ditës, pas për 20 minuta gjysore, të ndihman për ibadetet e natës. Për ibadetet e natës. Nga se Resulullah sallallahu alaihi wasallam mas sabajt s'ka fjet. Deri një atësi. Pasaj natën apet është qu. Ka të bë namaz. E ditën për mos më u përjentim, mos më trullav, që thojmë na pak më katunarçe, me shku si i përgjumshëm, ka fjet. Por është problematika se nuk mund e dikush me fjet që ashtu rap-tap me njëherë, nëse nuk i ka rrethonat e kryume. Që është rrethonat? Mu eduku për me bë këtë gjumë. Më koni edukum që me pas si dikush që ka gjumin me vakt, hajen me vakt, punën me orar, çdo sen planifikuar. Kurse dikush i cili është
të lovi, sot do me fjet, nesër s'ka fjet, masesër ka fjet, ka net sot deri në sabah, ka fjet deri në drek, ju ka të lovit e sapi. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ibadetet, ushqimin, edhe gjumin i ka pas të planifikum. Kur ka ardhur vakti drekës, ka fjet, ose para drekës ose mas drekës. Një. E dyta, pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka fjet mas sabahit, po i ka nimu me që të ndrek që të gjumin. Pra e ka kry një argat prej sabahit dhe ndrek në çdo punë që ka pas, edhe din ata të cilët punojnë herët, që qohen, kur të bëhet ora 10, ora 12, ai veç që ka qitë ditën. Sidomos punë të fushës, kur i kanë pas njerëzit, mas sabahit kanë shku, kanë punu. Mas sabahit pra s'ka fjet. Mas ikindis, ndëgjoj, une më vjen shpesh pyetje rreth namazit, gjumit mas iqinis. Edhe shpesh më thojnë, se di ka kanë marrë, këta kom një moti edhe prej kohës së studimeve, ku shumë njerëz dhe më thonë, kanë thonë që mas iqinis është haram me fjet. Nuk është haram me fjet mas iqinis. Nëse ka njëri nevojë, nuk është edukative me e bon zakon për ditë me fjet mas iqinis, por është e lejuar me fjet mas iqinis nëse njeriu ka nevojë. Pra, pejgamberi nuk ka fjet zakonisht, por nëse ka nevojë nuk ka argument për ndalimin e gjumit mas iqinis. Sa i përket gjumit mas akshamit, ka disa transmetime që e konsiderojnë të urryer, të papëlqyer gjumin mas namazit akshamit. Pse? Dobija e kësaj është që nëse flan mas akshamit, ose s'u quhet për yatsi, ose i prishet rani i gjumit me fjet më njerë mas yatsis. Se ka fjet mas akshamit, tashmos se zën gjumi dhe në 12 natës. Ku ta nxën një natës, masani nuk i del për sabah. S'po flasim për namaz natë. Pra mas akshamit, mas paku që mund të themi është i papëlqyer gjumi. Nëse ka njeriu në nevojë, edhe është të dek për gjumë, ka në një udhtim të largët, ajo mesele tjetër. Na themi dhe namazit që namaz, nëse njeriu ka një arsye mos më fal në kam falet ulë. Kupton? Po na jemi të folën kushte normale. Pra mas akshamit nuk është i pëlqyer. Mas yatsis është mirë me fjet, mos me kalu në muhabetet kota. Më mledh të pi qaje, të bëj gare, të lut letra, ku e diçka deri në 12 natës. Përveç dobive të gjumit, domethënë fetare, gjumit natën, mas yatsis, janë edhe dobit shëndetësore, ku Allah azza e kalon natën për gjum, ditën e kalon për gjallëni. Po ashtu edhe ato qelizat e hormonet, ku e diçka të njëre që mjekësia i shpjegon më mirë, e rigjenerohen natën kur flajnë. Natën. Kur Allah azza në natyrë ka lshu një gjana tjera në ajër që s'janë ditën. Prandaj ndrimi i natës me ditë, i gjumit ditës me natë, është i gabum. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka fjet më njerë mas yatsis. Edhe është çu në pjesën e ose në gjysmë natës, ose në pjesën e tretë natës. Por pejgamberi ka falë në gjysmë natës, është çu. Edhe, pra në gjysmë natës nëse ai ka fjet në ora 10, është çu ka ora 2. Pra afërsisht tash, mos ta qyrim me minuta. Edhe ka falë namaz një 2-3 orë, ku ka ndodhur me një recat, i ka lexu rreth 120-30 faqe, 128 faqe, me një reqat, namaz, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur ka rënë sejdë, ka bërë shumë dua, edhe ka qa, ka ndodhi ka falë 2 reqat, 4, 6, ose 8. Transmeton Aisha që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nafile namaz natë, nuk ka falë kur ma shumë se 8 reqat. Është fjala nafilet natës, se ka nafilet ditës. Nafilet e ditës janë sart marrë shavdes, mi falë 2 reqat. Nafile është, vullnetar. E dyta, sart ysh në xhami, sunet është mi falë 2 reqat, para se më ullë.
Edhe kjo nafile e ditës. Nafile e natës, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk e kalon, është 8 rekat, plus 3 rekat vitër. Herë ka lexu ma shumë, herë ka lexu ma pak. Në këtë namaz. Thot Ibn Abbasi, ku më shku, thot, me bujt të pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur ka qenë tek Ibn Abbasi ka pas një tezë të martume për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Edhe i ka thonë tezës vetë, më ka zë kur është pejgamberit të ti. Ai ka thonë filan ditën. Ky ka shku ka bujt qatë natë. Pse? Thot, ku më dasht me këqyr natën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe mu orientu për ibadetet që ka përbën ai nga ibadetet. Thot, ka fjetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj thot është quka gjysa natës, edhe më ka këqyr mu, a jam të fjetë ajo, thot edhe ka marrë varme, ka pas një enë aty që e ka lëshu si qeshme të vogël, të pik ka pak ujë, e thot ka marrë abdes, e kumë pa thot të marrë abdes lehtë, kështu, lehtë. Abdesi lehtë, edhe abdesi serios, nëse muj me qujtë kështu, është për qëllim të dashur vëllezër, ka pas rast kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë abdesin shpejt, duke i plotësuar veç farzët. Këta ka bën ose her pas here kur ka fal nafile namaz, ose kur ka marrë abdes, që ka dash me ra me fjet, mos me ra pa abdes. Që është lehtë, i ka marrë veç farzët e abdesit. Ka la ftyrën njëherë, krahët, ka njëherë, flokët i ka fërku me dur të lakta, edhe komët. Domethënë, nuk i ka kushtuar vëmendjen me farze e synetet, sikur se herave tjera. Andaj lejohet besimtari nëse për shembull ka falë yatsin, tash do me fjet me abdes. Mi marr një abdes të lehtë, domethënë, pa shku aty me komplikuar, nëse më me thonë kështu, abdesin e lehtë. Edhe, thot, pastaj jam qu une, ku marr abdes, edhe jam lidh në namaz në krahun e majt të pejgamberit alayhi salatu wasalam, majt aso lidh. Xhamati kur është një imami me një xhamat, duhet xhamati mu lidh në krahin e djathtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, namaz ashtu që shokoni lidhën durët e lidh të namaz, më ka prek në kryje, më ka kap në kryje, edhe më ka qitë knena, ka ona djathtë. Namaz. Pra nëse ka nevoj me lëviz namaz, nuk prishet namazi. Nëse ka nevoj. Pra, jo çdo lëvizje, lëvizjet e namazit janë tri lloje. Lëvizje farz, lëvizje të lejuara dhe lëvizje të ndaluara. Lëvizje farz. Po, cilat janë lëvizjet farz? Çdo lëvizje prej një pozicionin tjetër. Ti nuk mundesh me ra në ruku pa lëviz. Ti nuk mundesh me ra në sejdë pa lëviz. Kjo është lëvizje farz. Ç'ki mu fal pa lëviz? Këto u kry. Lëvizje të lejuara, nëse ka nevojë me lëviz njeriu, nëse ka arsye me lëviz, edhe pse s'janë pjesë e namazit ato lëvizje. Po jam marrë një shembull. Edhe kjo është shumë e rëndësishme për vëllezërit e pakujdesshëm ndaj telefonave. Nuk du me mu prek pleqt. Pak vrejtjen më të madhe kam të pleqt. Tash, më durani pak. Edhe s'dini me përdor telefonat, edhe shkoni aty e vini aptan langa ato muzikat, aptan Halidin Pasha ku e diçka. Kur t'ishin xhami trap që t'ja nale mos ma përzi mu elhamin me Halidin Pashën. Këta trit pak ma stilin e kollerave, kanë din mi nale me asi. Jen namaz la jam. Lang po të bën telefonin, shtin e dorën gjep nale. Unë kom pa imam që ju ka përzi elham, ju ka përzi. Pse muzikën e kalshu aty apo pëtan ai? I kom thonë njerit, filan, se pa drejto mëse më personal, në alja zonin telefonit, ja është mu së më thirë kërkush, hake i shmet, bam bash ata, la ilaha illallah, këtu si më konë, dikun me një odë, të e falë drejken. A tashbe, haji, pëse dita bre, po mirë bëborë, një aeroplanin aty, ka shtypit qatë të aeroplanit. Tash nëse është lëvizja do mos dëshme, mos i pengo tjerve, po kanë thonë o gjallarë, zbën me livrit namaz edhe me tarë gjarpë, një aty apo të me ta kocë komën, ti nuk bën me jo, du të me livrit gjarpë, ose qeni, ose diçka dush me livrit, me ika, me mu mbrojt. Nuk është do lëvizje në namaz e ndalume, po të kruhet huna, po të kruhet balli, namaz je
si ki men të elhambi, i ki të huna kruje, o borë hunën, se zbadë nami, nuk ka problem. Po, mëse hup atë orientimin, dhe më thonë me kruje hunën, shikimin e ki në sejtë, i vesh dur të apet ku du të mi vu, kruje veshën, qa ki nevoj, s'ka problem. Sta shumë kruje të huna, dhe mu. Pastaj, janë lëvizjet e ndalume në namaz. Lëvizjet e ndalume, çdo lëvizjet që s'ka nevoj, që është jashta nevojës tone personale, ose të shoqënisë. Qysh e shoqënisë? Për shembull, dikush ka dalë pi safit, mi ka ndodhur një telashe në namaz. E ka prish abdesin, Zotin na rujt. Ndodh. E ka lëshu safin. Mos e lë safin në zbrast. Çka me bë? Vesh ti maknena, ai maknena, dhe plotësohet safi. Ose ai që është mrapa del përpara, nuk ka problem, një orientim e rëndësishme më mush safi. E tash, nëse ka nevojë lëviz, nëse s'ka nevojë, edhe bën një lëvizje për çefja, apo kupton aty, ku e di, kthehemi lëvizjet për çefi, pa nevojë nuk ban. A prishin namazin? Jo, përderisa. Do ulema kanë thonë 3 lëvizje nëse bën pa nevojë, do kanë thonë çaq me lëviz sa ai tjetri tu të pa ty çatja, ti të lëviz tu asi, edhe ai fillon me dyshu. Morë be, kjo është namaz, a nuk ka namaz. Fillon me dyshu. E ke hup atë hieshinë e namazit. Të prishet namazi. Pa ashtu të prishet namazi, se dola pi temës pak. Edhe këto po du me dhonë një vretje, por do takva, do musliman shumë devotshëm. Se ka erdhë dëman tu munu me i dhonë shumë zarë, e prishish. O vlazni, kër jeni tu falë me imam, mos më rejni gatë në sejgjde. Je me imam o burë. Kër të thot imam me Allahu Ekber, për sejgjën e parë. Syni sheh ona, shapëtën, tash më thoni o gja për këqyrë, se sheh ona syni. E shosh atë në sejgjde, ala. Allahu Ekber bishë në sejgjën e dytë, e hala në sejgjën e parë. Që o burë? Mos u bën ma takva sekret na. Takva lukun për mu falë gatë në sejgjde, në shpe, namaz natës që ka bo pejgamberi ka 3 saat. Takva luku i zgatjes së sejgjdeve bëhet privat kur je. Une e pash një hoxh, një video që shtu po ma nders, shqiptar, hoxh, edhe njoni i shkon qanin atë falë që shtu na file, ka i në gjami po falë na file. Edhe që ka zgatë sejgjdën, sa i hoxha ndëprejti dërsin, tha shkone këshune mos ka dek namaz qaj. Beso, më këtanë, edhe shkuna u që, la ilaha illallah, u tut hoxha. Po këthejmi të namazin a file, edhe të lëvizjet namaz. Lëvizjet janë të lejume nëse është arsysh me lëvizja. Janë të ndalume nëse është e panevojshme. Prandaj, jo çdo lëvizje namaz është haram. Jo, nuk është haram. Bile nëse është për të mirën e komunitetit të shoqënisë, e ki farz me lëviz, që përmena çështjen e naljes telefonit, e nalish telefonin. Po ashtu ulemat kanë thonë ka disa lëvizje namaz që s'janë farz, por mundën me u bon farz. Cëlla, kanë thonë ulemat, pysin nanat shpesh, thot fëmija, po hyp në dritare, nanat u falë në shpe, fëmija i ka hyp në dritare, është rrezik. A me ra Zotin e rujt anena, pi banesës, api asi, ose pi balkonit, çka ban nana? Ban me lëviz namaz sa të ka nevoj. Nëse e shese tu lëviz namaz, prapë sun pe shtan fëmin, po thamë që shtu sun pe shtan, e prish namazin. E prish. Shkon e kap fëmin. Shkon e gabume, jo bindja pleqve. Jo, nuk shkruan në mësimet fesë. Kam pas rast që kur ta vesh gishtin e kamës, në ka thonë dikush, kamës djath, a i gishti që rrin i këtym ka kibla, kur të rishën e te atë ullë. Ashtë si me ta mu baskin klap aty edhe ty zgudzan që a i gisht ma me të luj që e kam. Në regull, namazi ka tërtib, ka renditje, si në shtri, rap, s'ka hajgare me namaz. Po jo dhe në deregje sa dhe më thonë që nëse t'je lunë, pak kamën ma djatës, ma majtës, ku që ka bane, jo. Me ta arty aty gjarë, një trap me ta kafshuat, ti zbanë, jo, luj. Lëviz, s'ka problem. Ama dhe mos lëviz, pa nevoj. Për shembull, pa shën një djalë 3 një ditë të falë namaz, edhe dhe më thonë, karan sejde, edhe po i kruhet guni, ku e diqka,
e ka ikë dorën pi sejdës, po e krunë gjurin, gunën, po e krunë, edhe koma do më thonë s'po prek në tokë. Nëse nuk prek durt në tokë, gjojt edhe gishtat e komës, o prish qaj namaz. O prish qaj namaz. Se duhet me 7 pjesë trupit, huna balë janë një. Dyjat janë një, pra ftyra. 2 durt, 2 gojt, edhe 2 komët, gishtat e komëve. Gishtat e mëdhaj, se në mund është në 7 gjithë jo me ase, këto janë 7 pjesë, umirtu en esjud ala sebati. Dhe më thonë, e pejgamberi s.a.s. ka thoni më urdhnu me u falë ose me ranë sejdë me 7 pjesë trupit, edhe ka përmen ballën e hundën një. Andaj, ka lëvizje që du të mi ba, ka lëvizje që s'du të mi ba. Rasulullah s.a.s. ka lëviz Ibn Abbasin kur ka qenë fëmi edhe ka qitë në krajin e djathtë. Tjetër, prej edukatës e gjumit, masi ka falë nafile namaz pejgamberi a.s. oshtrinje edhe pak me pushu. Ky gjumi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam masi ka falë nafile namaz, nuk ka qenë gjumë, po që kështu gjumi natës. Ka qenë gjumë relaksus. Përmenet se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka fjetë qështojmë na me tesha, dhe ma nuk ka ra dhe njerë në shtrat, mu desh. Ka fjetë me, qashtu ka ra me tesha, nuk ka ra në shtrat të mënë, por e ka vendos dorën e ti kështu si në vend tjestëkit, edhe nga se e ka nëzonë qafën keq, ka ndodhë që ka kërhat. Arsye se e kanë zonë qafën keq. Nuk kanë pas ata jetë të mbretërve, nuk kanë pas luksin që e kemi na sot. Edhe ka muezini, e ka thirë ezanin, e ka një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe është qu. Disa transmetime ka ardhi 4 rukit ndër ja Rasulullah qu se u bë sabahi. Njëherë kalon Bilalin, sipas transmetimit të Imam Muslimit, kanë qenë në një udhtim pas një beteje apo në një betejë, edhe masi kanë falë Yasin, ka falë nafile namaz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë kush po na ruan deri në sabah? Ka thonë Bilali unë. Ka transmetime për tjerë sahab, Muslimi e shënon për Bilalin. Ka thonë unë. Po është falë Muslimi, Bilali është falë derisa e ka lodh gjumë dhe ka zonë gjumë. Kur ka dalë dielli, ju ka ra këtu në fytyrë dielli, tamam i ka se, që atër ju ka dalë gjumë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, që o bon, thot, vallahi më ka zonë gjumë. Edhe ka falë kompenzim, sunetin edhe farzin, nuk e kalon sunetin, pa falë të sabajt. Edhe, domthonjë kjo është namazi vetëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur me i ik. Pra, nëse ik namazi, që është mrena normales me të ik një namaz, është mrena normales, tash nuk po du këta me e lehtu këtë mesele, hajtë letu ikin namazet. Po nëse ndodh, mos u demoraliza, me thonë ku qka u ba. Hajri inshallah, meri sebepet, na pyesin shumë njerëz për namaz sabahit neve. Hoj s'po mdel për namaz sabahit. E masanina kur po mdel në 7, në 8, 9, mos pe falë e që me falë, se po mdoket vetja si munafik. Po ti që si e që për sabah, nëse i ke marrë sebepet, nuk ka qenë dorën tone. Ata që po e lash në orat 8, 9, pa e falë është në dorën tone. Çka duhet me bo? Në momentin që ti bjen me njetë për muqu me falë sabahin, e dyta, i merë sebepet për muqu me falë sabahin. Që është sebepet? Seriozisht i merë sebepet. E ke bo telefonin, e ke bo sahatin. Ama nuk e manë nga ti të kryta, të tank, klop veç ashtu një pullë. A i mora sebepet hoqë. Sebepet që ti për në me muqu, për shambull mu më ka ndodhi, ku më thonë njeriut, a ki orman në dhomë të fjetës, a ki orman po, a mu nëshme më brinjë për mi orman me dorë, ka thonë jo. Çka duhet me bo? Duhet me vu një karik për me hypë. Okay, merre telefonin, bënja 10 alarme. Merre karikën për koridorit, hyp në karik, qëtë telefonin që atin altë. Kape karikën, qëtë në koridor. Që ti mës me mujtë me fjetë, se sun që është me nalë, me dalë në koridor, me marë karikën, me arë, me nalë alarmin. Dhe ma del gjumi. A, ashtu sëm ka shku me ne. Apo dënë ti seriozisht me marë qështën e sabajt. A jetu dashë seriozisht. Bënja sebe për vetës që ti pa qare me falë sabajnë. Kur ti merë sebepet, edhe nëse nuk del gjumi për sabah, s'ka problem. Kur ti merë sebepet, me sinceritet i ke marë sebepet, kur do që të del gjumi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush ka e zë gjumi ndaj një namazi, ose e ka harru,
e ka shti opsionin edhe me harru. Bombam, të lashe një problem, një diqka, ka hynja akshame, ku se kon fali qinin. Mund me ndodhë, mëse për jashtani këta, këtë mundësi. Normal nuk du të me ndodhë për dita, po të me harru, po mund me ndodhë. Atër, kura vakti, atu ka kujtu ty i qinia mas akshamet. S'ki përgjithsi pëse se ke fali qinin, se e ke harru, ki arsye me dek, pa që ati qinin, nuk mirësh në logarita Allah bidhnila, me letë Zotit. E falish kur të kujtohet, i ka në një operacion, s'ke mujt me falë një namaz, s'un ka në vete, 7 orë, 10 orë, 20 orë, 30 orë, kur të vesh në vete, i falë që ashtu shtrim, me avdes, pa avdes, me temum, që shtë munësh. Besimtari nuk e lënë, pejgamberi kur sallallahu alaihi wasallam se kalon namazin. Pranon shpirti me dal namazin se le. Që du të xhamia, po vjen, po konsultohet njëri i një fshatit, një ditë me mu, ditë xhamaje, gjysor një orë para xhamas. Konsultim shumë i thjesht, konsultim që merr kohë për me zgjidh 2 minuta. Po, i smadhoj njerëzit sanët, ma ban hoxho, juve Zoti jo bëft kabul xhaman, se unë ment nuk i kam krye me qëtë telashe, as po muj me fal xhaman. La ilaha illallah, ma besa s'ta kanë vu saqen krye. Ma bre, s'lijet bre xhamaja, s'lijet xhamaja. Mirë, ku ki me shkua? Ki me zgjidh problemin, pin jave dhe një gjysë në aderë e më të falë? Jo. Po, qëka i qëtësohëm pak në shpe? Namaz për jam e re qëtësu. Sari ka ndohë një telashe o që o falë. I ka qëtësu vetën me namaz. Prandaj, kjo është edukata Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e përmenëm rreth namazit edhe fjetjes së tij, e pastaj dhe më thonë, kur o që me falë sabajnë, ma nuk ka fjetë thamë deri në drejk, edhe është kujdes me kohë gjumin me pas, për edhe me kohë namazet. Allah na falë, Allah na përmirësoft, Allah na udhëzon në rrugën e drejtë. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.